Ky 3 muaj pra nuk ka pas një dallim esencial prej vitit të kaluar, por është le të themi e vërejt një tendencë rritjes numrit të përdoruesve, spaku numrit të atyre të cilët kërkojnë ndihmë tek ne. Mosha e përdorimit të drogës, tashmë flasim për natyrisht marijuanën që është gjithanë e shpërndarë në Kosovë, por edhe gjithka në regjon e kështu me radhë, por kokaina është ajo që na shqetëson shumë. Pra kemi vrejt 3 muajshin e parë që ka një rritje të lehtë, shumë të lehtë, por me tendencë më vazhdu rritjet të përdoruesit e kokainës. Edhe këtu duhet me theksu posaçërisht që ende është duke ra mosha e fillimit të përdorimit të kokainës tek më të rinjt. Kjo është ajo që mund më thonë për këtë 3 mujor. Në mes të tyne ka edhe që kanë fillu e janë në moshën 18, që quhen të mitur. Kjo për në shqetëson kur flitet për kokainën. Natyrisht ata që janë shumë që fillojnë shumë më herët janë kryesisht e fillojnë me kanabis ose marijuanë. Kjo është një problematik që na shqetëson shumë sepse kjo që disa prej tyne kohët e funit janë paraqit nga viset rurale. Dhe kjo na tregon neve çfarë përmose po shkon të urrit përdorimi i kokainës. Forma e përdorimit na shqetëson të kokaina po ashtu, sepse të rinjt shumë më shpejt po fillojnë me rrit dozën dhe përditshmërinë e përdorimit të kokainës. Kjo shkakton shumë shpejt mbarshmërinë. Dallimin mes para 5 vjetë kur kanë qenë moshat 35-45, tash janë 25-35 me tendencë të rramjes moshës përdorimit kokainës. Problemin kryesor pra kemi me kokainë. Natyrisht, na mundohem me përcjell rreziqet për droga tjera. Edhe në bazohem në regjon, pensojmë që ka problem me disa droga tjera që janë po ashtu stimulante, pra që gjasojnë pak me kokainën, çfarë është amfetamina edhe metamfetamina. Këto droga kemi shqetësim sepse ato shumë shpejt mund të trekasin në dyert tona. Pse? Sepse ato janë dukshëm më të lira se kokaina. Pra kokaina është gjithë sintetik. Këto dy që i përmena janë komplet laboratorike ose kimike. Edhe kjo është dallimi. Përngacmimet janë dukshëm më lirë, edhe ne po mendojmë që nëse zaventson diçka kokainën, atëherë kanë më qenë njëna ose këto dyjat në Kosovë. Kjo është shqetësimi që mund na pret shumë shpejt. Ani na intereson tepër shumë parandalimi. Kjo është që disa vite të mundu me pëqit në pa parandalimin dhe rëndësinë e parandalimit. Natyrisht në Kosovë ka disa institucione që ofrojnë shërbime për trajtimin të mbarëve së përdoruesve drogave, siç është klinika psikiatrike, sektori privat, labirinti kështu me radhë. Kvaliteti i shërbimeve natyrisht lën për dëshiruar, por nuk kemi programe parandaluese të mirëfillta ose të kemi një program të qartë të përpiluar që të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës, e dedikuar posaçërisht të rive. Nuk po flitet vetëm për shkolla, për arsye se një numër i madh janë edhe nuk janë pjesë e sistemit arsimor. Le t'ja them një të dhamë për 72.000 persona sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës të moshës 15-55 janë komplet që nuk punojnë, që nuk janë në sistemet të arsimimit, edukimit ose rikvalifikimit, nuk kanë një aktivitet tjetër, kështu që janë komplet 24 orë të lirë. Kjo është ajo kategori, mendoj unë që për në sjell problemet edhe do të na sjell edhe më shumë. Duhet me pas parasysh se numri do këtë jo i madh, por për neve në Kosovë është tepër i madh. Praktikat e
parandalimit janë, mujnë mu bo, mujnë mu përpilu. Mundet nashta edhe disa prej agjencioneve të Evropës më në animu kuptimin e shtetit. Agjencioni i drogave të Evropës përshprej interesim dhe është një ullumtim e sipër këtu është kryu një lloj ullumtimi çka bojmë na për parandalimin e drogave dhe është tepër me rëndësi sot me nis me pa efektin mas 5 vjetë. Ne jemi të bo diçka, për shembull kemi disa trajnime kemi pas me psikolog të shkollave dhe punëtor social. Në fakt, kjo ka ma tepër si pilot për arsye se janë vetëm të regionit e Prishtinës, në mënyrë që direkt vetë psikologët e shkollave të kryjnë disa intervenime që e kanë kapacitetin. Këto e kem pa para 2 jave në një trajnim 3 ditor dhe kem pa që ata kanë disa njohuri, por nuk i kanë njohuri praktike për drogat. Dhe këto muj me vazhdu trajnime që ata më konë gjendje me bo identifikimin e hershëm përdorusve drogave në shkolla dhe që diçka tjetër që quhet intervenimi shpejt. Këto gjona mujnë mi bo duhet përkraje që ata direkt mi prek në zoncat që janë të atakuar ose të rrezikuar. Kjo është jashtëzakonisht me rëndësi, nuk e kanë bo dhe shumë shtete për rreth neve, por neve për na intereson jo vetëm më dalë më folën për shkolla, që është edhe komponent tjetër, por edhe me prek ata nxënës që predisponum për drogat, ose ata që posa kanë fillu. Këto mund me bo pa i që kërkun dikun në trajtim. Kjo është njëna për formave që mundet më bo në Kosovë, nëse jemi serioz në labirinti institucionet tjera publike, edhe financimi i këtyne fushatave për parandalim. Menoj që jemi të vënuar, sepse për me vrejt efektin duhet kohë.